Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu ka bërë një deklaratë lidhur me çështjen e Akshit, ndërsa ka kërkuar një hetim mbi aktivitetin e Ermal Beqirit dhe kompanisë Alsoft, e cila sipas tij rezulton e regjistruar në Francë me objekt veprimtarie në hotelari, akomodim dhe teknologji informacioni, ku promovohet si histori suksesi, si dhe me subjekte të ngjashme në Belgjik dhe Kipro. Sipas tij, këto element ngren pikpyetje serioze nëse është verifikuar burimi i kapitalit, nëse janë analizuar flukset financiare dhe pronësia përfituese, si dhe nëse është kryer një hetim i plot pasuror. Në Shqipëri, AI Soft është themeluar në vitin 2010 dhe po në të njëjtin vit ka hyrë në procedurë likuidimi. Megjithatë, rezulton se në qytetin e Nimës, në Francë, është regjistruar një subjekt me të njëjtin emër, AI Soft me objekt veprimtarie në hoteleri, akomodim dhe teknologji informacioni, ku promovohet edhe aktiviteti i AI Soft në Shqipëri si një histori suksesi. Po ashtu, rezulton se subjekte në të njëjtin emër janë regjistruar edhe në Belgjik, edhe në Kipro. Këto element nuk mund të kalohen në heshtje, përkundrazi, ngren pikpyetje serioze që kërkojnë përgjigje nga organet ligjzbatuese. A është verifikuar burimi i kapitalit me të cilin janë krijuar dhe financuar këto aktivitete? A janë analizuar flukset financiare, pronësia përfituese dhe çdo lidhje e mundshme me fondet publike të administruara në kuadër të aferës së Akshit? Nëse ekzistojnë dyshime të arsyeshme se përfitimet të mundshme nga fondet publike janë investuar në aktivitete ekonomike jashtë vendit, atëherë është detyrë e prokurorisë të bashkëpunojë me autoritetet franceze, belge dhe kipriote për të krijuar verifikimet përkatëse. Afera e Akshit është një nga dosjet që ka ngritur shqetësime të mëdha publike mbi raportin mes pushtetit politik, administrimit të fondeve publike dhe interesave private. Pikërisht për këtë arsye, çdo person që rezulton i përfshirë në këtë dosje duhet të jetë subjekt i një hetimi të plot financiar dhe pasuror, pa përjashtime dhe pa standarde të dyfishta. Balliu thot se SPAK duhet të mos mjaftohet me procedurat administrative, por të njekë rrjedhën e pasurive dhe të bashkëpunojë ngushtë me autoritetet franceze, belge dhe kipriote për të verifikuar çdo investim të mundshëm të fondeve publike jashtë vendit.